Paketa e maleve është 7501 e dytë. Çfarë bëri ligji 7501? Ishin pronarët që i kishin, ndërkohë shteti tha, jo, unë do i bëj pronar të gjithë. Dhe ndau tokën e njërit pronar, ja ndau dhe njerëzve që nuk ishin pronar. Dhe ish pronarët për efekt të ligjit cilësohen të tillë, po në fakt ata janë pronarët e vërtet, enden rrugëve të gjykatave, presin vendimet e Strasburgut për të marrë kompensimin për katës që ende nuk e marrin se shteti thot po, keni të drejtë, unë nuk kam fonde. Ko të ashtu quajtëve investitor strategjik ja jep me 1 euro metrin. Ky shtet pas ka fond tokash, por nuk ja kthej ka pronarve, por ja jep ka investitorëve strategjik. Çfarë ndodh me paketën e maleve? Pronat janë të individëve, të cilët për arsye ekonomike, arsye emigrimi, të ardhura edhe si pasojë një keq qeverisje, janë larguar nga vendi dhe nuk kanë pasur mundësi të punojnë ato. Tani shteti thotë, jo, ti meqense nuk e ke punuar tokën tënde, unë do t'ja jap X-it dhe Y-it. Do sjellë shumë konflikte sociale. Sepse në shumë zona, pjesa e malit ose pjesa e kodrave që pretendohet të jepet me paketën e maleve, janë hapësira të përbashkëta që i shërbejnë dhe ekonomisë së vendasve aty. Për të bërë lëndë drusore, për të kullotur baktin, për bletaritësi, për burime ujore, ti të gjitha këto ja heq. Pra, përveç se i ke rënuar në aspektin ekonomik dhe ndihmës së shtetit, dhe atë pak ekonomi që këto zona rurale e ndërtojnë, natyra ja ka falë vendit tonë, ti ja heq edhe këtë pjesë.